Agjërimi i Ramazanit nuk është vetëm obligim fetar, por një praktikë që sjell shumë përfitime të mëdha për trupin, mendjen dhe shpirtin. Nga ana shpirtërore, agjërimi forcon lidhjen me Zotin, rrit përkushtimin, durimin dhe vetkontrollin. Gjatë këtij muaji, njeriu mëson të kontrollojë dëshirat, të ruajë qetësinë dhe të reflektojë më thellë mbi veten. Agjërimi ndikon pozitivisht edhe në aspektin emocional dhe psikologjik. Ai sjell qetësi mendore, ul stresin dhe ankthin, përmirëson përqendrimin dhe krijon një ndjenjë paqe të brendshme. Nga ana shëndetësore, agjërimi jep pushim sistemit tretës, ndihmon në pastrimin e organizmit nga toksinat dhe rregullon metabolizmin. Ai kontribuon në uljen e kolesterolit të keq, stabilizimit të nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës. E gjithashtu ndihmon në rënien në peshë kur shoqërohet me ushqim të shëndetshëm dhe të balancuar. Agjërimi forcon edhe sistemin imunitar, rrit energjinë dhe ndikon pozitivisht në funksionin e trurit, duke përmirësuar kujtesën dhe fokusin. Një muaj që na mëson të jetojmë më thjesht, më shëndetshëm dhe me më shumë mirësi.